Alendi, një zonjushe që ka vetëm 18 vjeç dhe vjen nga Macerata. Direkt për yjet shqiptar të diasporës. Dhe quhet Ana Qyra. Ana Qyra. Si Ana? Shumë mirë. Emocionuar? Mersi shumë. Mersi shumë. Pse? Po, sepse ka qenë gjithmonë në ndrajime që të bëja pjesë e një programi shqiptar. Shqiptar. Sepse jam shumë e lidhur me Shqipërinë. Mersi. Sa vite ke që jeton në Itali? Kam lindur këtu, por mamaja dhe babaj më kanë transmetuar të dashurinë për Shqipërinë. Edhe e kam pasur që vetë, që ku kam qenë e vogël, që dhe gjithmonë shkoja në Shqipëri, takoja ngjyrshen, se i kam atje. Me origjinë në Shqipëri, nëna dhe babaj? Babaj nga Elbasani, kurse mamaja nga Durrësi. Elbasani bukur, Elbasan. Me djalë jemi të Shqipëria e mesme. Po. Okej?